nuk shikoj në një përmirësim, përveç kësaj që ju thatë ka një përmirësim të pagat, por sa i takon cilësisë së mësimdhënies, lë shumë vend për dëshiruar, dhe sidomos sistemi publik. Sidomos mënyra se si fillon që në konceptimin, që në drejtimin e gjës, që ka shumë probleme. Por që mund të ndalemi më tej. Tani më kisha një pyetje këtu sepse ti marrim me radhë gjërat. Vetëm pyetjet mi bashkëndani dhe për zotin se Qollari që ka përfshirë, se duket sikur kemi thirrë nidhën për ta marrë në ndaj nuk po flas fare. Nuk kemi përgjegjësi për gjendjen që ka vendi e ka qeveria zotë, se ka opozita. Po mirë, dhe opozita ka diskutim, jemi të hapur, mund të ketë fajte vetë, të hapur jemi të dëgjojmë pyetjet. Folëm për largimin e shqiptarëve në këto vite. Pra, po në gjithë periudhën që janë larguar, qoftë kur e përmendët ju në qeverisin e PD-s apo dhe të PS-s. Tani, është një anë e medaljes kjo, sepse ne kur u themi ktheuni, që merr guximin të thuash ktheuni atyre që kanë ndërtuar një jetë atje, dhe që kanë ato shërbime që kanë, dhe për çka kanë ikur ata për një jetë më të mirë për fëmijët, për një meritokraci që këtu se gjën. Se thash edhe një herë tjetër, un kam shembullin tim konkret, jam larguar dhe jo se kemi kundërshtuar në një gjë të madhe, se po bëj erojnë tu, por thjesht dhe vetëm kur sugjeron, për që se më përmendë meritokraci në këto 3 shtyllat, tham, policia, shtetu ka qenë siguri në një institucion më të rëndësishme, nuk ka rëndësi, cili po më i rëndësishmi në vend, ku kam meritokraci vetëm se ti thua që kjo gjë nuk duhet prishur, po duhet vërë një gurë mbi këtë, të vërsulen dhe detyrohesh që të ruash dinjitetin të bësh një zgjedhje që se do. Dhe nuk duhet të futem më tej pastaj detajeve, se është tjetër muhabet, por meritokracia në këtë vend mungon në arsim, mungon në administratë publike, dhe këto janë fakte. Dhe për këtë ka shumë përgjegjësi qeveria juaj, zonjë e dashur. Dhe strategjia për të kthyer shqiptarët këtu, sepse ne po flasim për turizmin, dakor, unë jam i lidhur shumë me Vlorën, shkoj çdo vit në Vlorë, bëj pushimet atje. Çdo vit. Është nga Vlora e tani, kështu që shkojmë atje. Lidhja jote janë pushimet në Vlorë. Jo, po jam nga Vlora, po shkoj për pushime çdo vit. Atje nuk ka vit që të shkojmë, bashkë me familjen, me vajzën, me gjithë çoj atje. Tani, pavarësisht se ku shkoj jashtë, do shkoj edhe në Vlorë. Tani, nuk është ky problem, problemi është këtu. Më thon, tani investime janë bërë në Vlorë, se edhe kjo duhet thënë. Sa ka bërë kjo qeverisje, nuk ka bërë asnjë qeverisje në 113 vite, dhe kjo duhet thënë. Ama ku shpresa, unë flas me vlonjat për ditë, po më thoshte një mik im ka beach bar. Ka shumë vite që punon me të. I thon tani nuk e di se çfarë do bëjnë edhe mes katër rrugëve që punsojnë njerëz ata. Dhe po flasin për strategji zhvillimi turizmi. Më thoni Onufor, pronarët e hoteleve atje duan na i prishin, nuk e di, ka lëm projekti, njëri u thon do ta prishim, njëri do ta rregullojmë. Nuk e di, në sjellje arrogante, njëri u thon prisni se po e shikojmë edhe një projekti. Mungesë transparencë, një sjellje arrogante është. Shiko hallin thotë ai.